Fituesi e edicionit të tretë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egla Ceno, i ka dalë në përkrahje e gjestit banorit të sivjetëm të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo bëri të ditur se ai nuk ka rival brenda shtëpisë. Një përqafim të ngrohtë Eglit, ndjenjën që nuk mund të kthehen mbrapsht dhe mbin shumë, por ka shërim. Se përket gjestit duhet të përgjigjem kështu. Fati i tij është që nuk ka rival aty brenda që ja zbet tingullin. Disa e kanë frikë dhe i afrohen, disa nuk guxojnë as ta nxjerrin në nominim dhe disa të tjerë nuk dinë as nga ta kapin, shkroi Egla ndër të tjera. Më tej ajo vazhdoi, në kontekstin që është krijuar aty brenda unë jam me gjestin. Po, me atë djaloshin pa shkollë, por më i vërtet nga të gjithë, shkroi aktoreja e njohur. Shtëpia më e famshme në Shqipëri ngelet një nga spektaklet më të paparashikueshme, por në thelb aty ruhet njeriu, përfundoi ajo në postimin e saj në Instagram. Egla Ceno, e cila fitoi edicionin e tretë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, aso kohë ishte një personazh të dinamik i atij sezoni. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.